Kristian Aslani duket se nuk ka me vete as fati në këtë periudhë pasi është bërë protagonist një peripecie të pazakontë ndërsa po bëhej gati të udhëtonte drejt Turqisë ku do të firmos me klubin e Beşiktaşit. Mesfushori kishte gjetur akordin me klubin turk i cili gjithashtu ka një marrëveshje me Interin për huazimin me të drejtë blerje të lojtarit. Sipas planit ai do të udhëtonte dje në darkë drejt Stambollit dhe sot në mëngjes do të kryente vizitat mjekësore para firmës në kontratë. Por në darkë ka ndodhur një peripecie pazakonte e cila është bërë publike nga vetë Beşiktaşi. Fluturimi nga Milano Malpensa drejt aeroportit të Stambollit që mbante Kristian Aslanin është anuluar për shkak të një problemi teknik. Informacione të tjera rreth orarit të mbërritjes do të publikohen sapo të finalizohen. Ishte njoftimi publik i Beşiktaşit rreth situatës së pazakontë që u krijua me mesfushorin e kombëtares shqiptare. Marrëveshja mes Interit dhe Beşiktaşit është arritur që Kristian Aslani të vesh fanellën e klubit turk. Bëhet fjalë për një huazim me të drejtë blerje. Fabrizio Romano zbuloi së fundmi detaje të reja ku tregon se Aslani pritet të udhëtojë që sot drejt Stambollit. Beşiktaşi do të mbulojë pagën e mesfushorit shqiptar për pjesën e mbetur të sezonit. Ky huazim është disi i papritur pasi Aslani ishte shprehur më parë kundër ofertave jashtë Italisë. Në rast se do të aktivizohet opsioni i blerjes në qershor, atëherë Beşiktaşi duhet të paguajë 12 deri në 13 milionë euro. Kujtojmë se para këtij transferimi Aslani ishte pjesë e Torinos në pjesën e parë të sezonit. Kristian Aslani te Beşiktaşi. Marrëveshja verbale është arritur me Interin për një huazim me klauzolë që jep të drejtën e blerjes. Beşiktaşi mbulon pagën e Aslanit deri në qershor dhe mund të aktivizojë opsionin e blerjes, jo të detyrueshëm. Aslani do të fluturojë drejt Stambollit gjatë ditës së sotme nëse çdo gjë shkon sipas planit, është informacioni shpërndar nga Fabrizio Romano. Kristian Aslani po bëhet gati të transferohet në Turqi ku do të vesh fanellën e Beşiktaşit të paktën deri në fund të sezonit nëse të gjitha palët do të jenë të kënaqura. Konfirmimin zyrtar e ka dhënë dhe vetë presidenti i klubit turk Serdar Ladali, i cili është shfaqur sot para mediave në një konferencë të gjatë për shtyp, ku është ndalur dhe mbi çështjen e mesfushorit që do të afrohet nga Interi. Kristian Aslani po vjen, ne kemi arritur një akord me Interin dhe me lojtarin. Ka një proces të mbylljes së akordit mes Interit dhe Torinos, ai do të mbërrisë sot në darkë ose nesër në mëngjes, ishin fjalët e Adali. Sipas informacioneve që dihen deri tani, Beşiktaşi do të paguajë rrogën e Aslanit për pjesën e mbetur të sezonit, ndërsa ka një klauzol prej rreth 11 milionë eurosh për blerjen e tij në fund të këtij edicioni. Por Aslani nuk ishte shqiptari i vetëm për të cilin u fol sot. Presidenti Beşiktaşit u ndalë te emri shumë i diskutuar i Ernest Muçit, i cili është dhënë huazim me të drejtë blerje te Trabzonspori ku po shkëlqen me golat e tij. Trabzonspori nuk na ka kontaktuar ne në lidhje me Muçin. Trabzonspori ka një klauzol me të drejtë blerje. Ata kanë një akord me lojtarin në momentin që firmosi kontratën. Nëse ata nuk e aktivizojnë klauzolën, Muçi do të mbetet lojtari ynë dhe do të luajë për ne, theksoi presidenti i Beşiktaşit.